Përshëndetje dhe mirë se erdhe në një video tjetër këtu në kanalin tim. Nuk e di ku do publikohet videoja, po di t'ju them që mamin e kam akoma këtu dhe unë do hap një pako me rroba sot dhe mami do me vlerësoj nga 1 në 10. Thjesht do më thot komentet e saj, pa që nevoja të dali në video. Do bëjmë një haul nga Shein, Shine, qërë si të doni. Kam akoma dhe një qese tjetër gjigande, kjo është qesja e parafundit dhe disa produkte nuk kanë ardhur akoma. Kështu le të fillojmë. Gati janë? Gati. Do më japësh mendimin tënd sinqert. Po tjetër. Dakor. Mirë do ishte mbasa, se këto nuk duket të rrije këtu që të dëgjohet zari afër. Fillojmë. Ups. Nga. S'ke për të qojnë. Po zhja djali. Mbyllur i ka syt. Krijani është shumë i zhurmshëm ku flet, kështu që gjithmonë unë mendoj që zgjohet, po ai vazhdon dhe flet. Okej, te pakoja sotme besoj që kemi më së shumti bluza. Kështu që po i heq këto sytjenat e gjithëdhënies që të më bëjnë, edhe po ja tregoj gjitha një nga një. Unë si kura kisha porositur një fund besh, pse kam marrë një tjetër? Produkti i parë. Edhe një tjetër. Nuk e di. Gjithsesi, ky është fundi. Nuk qenë ka besh, qenë ka si gri, po unë base ka menduar që është ngjyrë tjetër ose është dukur tjetër në website edhe tani duket sikur është e njëjta ngjyrë me fundin tjetër. Do ta provoj, base ju pëlqen më shumë kjo ngjyrë, po besoj që do ta kthej sepse kam shumë funde tani në ngjyrën bezhe dhe vetëm një më duhet, jo 10. Ose do t'ja bëj dhuratë Sarës se kemi të njëjtin trup me që e kam porositur. Shikojeni, ky është fundi, po e provoj dhe po ja u tregoj. Fundi bezh, nuk e mbaj mend se si më rrinte fundi tjetër bezh, po këtu më rri shumë bukur, në bel është fix, si i puthitur, dhe palat poshtë janë të derdhura, dhe është pak e shkurtër me të drejtën, po jo shumë i shkurtër, me geta besoj që duket shumë okay. Ha mami. Mi vëmë një nëndër. Nëndë, të pëlqen më shumë? Okej. Shumë e bukur është edhe ngjyra më pëlqen, tani, siç ju thash edhe pak do ta heqim në barkun. Po që barkun bie më. Do ulet edhe pak më shumë, fikse, do jetë një çik më i gjatë, jo kaq i shkurtër që nuk kam nevojë ta ngrej deri këtu, po do ta çoj deri këtu për shembull. Kështu që, okej, 9 nga 10 pranon. Bluza, një ngjyrë shumë e bukur, jeshile. Shumë bukur. Duket e lezetshme, po një çik si shumë e hapur këtu. Qëse ta shikoj se mbase duket në trup, edhe është me kopsa këtu para, edhe në foto duket që i rinte pas trupit asaj gocës edhe ngjante shumë bukur. Kështu që po e provoj dhe po ja u tregoj, mendoj që ka marrë edhe ngjyra të tjera se kjo, duke qenë se më pëlqyen shumë. Le ta provojmë dhe ta shikojmë se si më në trup dhe çfarë mendon mami për bluzën. Mami është një çik fanatike, kështu që inshallah nuk është shumë e hapur. E kjo është bluza e parë. Ngjyra më pëlqen shumë, shkon? Shumë të shkon kjo. Shkon kjo ngjyra, nuk Shkon kam. me të zezë shumë. Edhe më duket okay, është pak ja ka e hapur, por nuk është e hapur në mënyrë të egzageruar, është shumë e lezetshme. Me këtu mund të lidhesh dhe të bësh një fjongo të bukur, edhe mund ta veshësh me pantallonka, me funde. Është okay, është shumë e bukur edhe materiali është çik më i mirë se ç'mendova në fillim. Ha mami, sa pik? 8, mirë jemi. Produkti tjetër, një produkt ngjyrë bezh. Bezha është e preferuara ime në stilin e vjeshtës. Okej, materiali nuk është gjema. Ai që ka kështu tropore. Po pjesa sipër duket mirë. Duket e bukur pjesa sipër, është tropore me pjesë poshtë që mos të ngrihet për shembull kur nuk do që të dali barku dhe korrizi. Ta shikojmë se si do më rri materiali, po ju them është jo më i keq i mundshëm, por mjaftueshëm jo i mirë.
Po e provoj dhe jo tregoj. Kjo është bluza e radhës, nuk e kuptoj se si ka këto fjonçkët, rrin kështu apo rrin nga poshtë. E nuk e di nëse jaka është kështu e varur apo është pak me shpatulla të hapura. Gjithsesi, mami. Nuk pëlqen fare. Jo, mos më pëlqen ashtu. Ja, nuk e pëlqen. Nuk e kuptoj edhe unë, njëra fjongo rri drejt, njëra fjongo rri kështu. Po pra nuk e njëson. Nuk është e rasur u ta vesh. Nuk është. Do me thënë, mbase mund ta veshësh as për prodhim. po, mbase në një veshje që mund ta kombinoj bukur, okay, po tani të marr të ble një bluzë komplet vetëm për një veshje, për një kombinim, sigurisht nuk ja vlen. Kështu që po e bëj një parat. Po, nuk është gjë. Nuk ja sugjeroj që ta blini, gjithsesi juve nëse ju pëlqen, ja ku e keni, shikojeni dhe blini, mos merrni mendjen time. Unë për veten time nuk më duket që ja vlen për ta veshur. Bluza tjetër ngjyrë kafe, po ashtu ngjyrat e vjeshtës. Edhe besoj që është, po, jo, Trupor. jo, vjen kështu si, jo e drejtë. Si tani çdo gjë do ta shikojmë në trup. Të paktën materiali i kësaj nuk është aq i keq, dhe është material që duket që do rri pas trupit bukur dhe ka këtë prerjen e lezetshme këtu si tip vëje në fund. Dhe këtu tek qafa ka këtë pjesën e varur kështu, është si e varur. Ngjyra është shumë e bukur, materiali po ju them nuk është shumë i keq, domethënë nuk është dhe më i miri, por është okay, do thoja unë për produktet e Sheinit. Po e provoj, edhe shpresoj që të kemi qelluar në shenjë. Bluza tjetër, po mundojmë ta kuptoj se a ka jakën kështu të varur apo është me një krah jashtë. Më rri mirë në trup, më pëlqen forma sepse është diçka ndryshe. Është diçka që po, që nuk e kemi parë, por nuk është fare e rehatshëm. Super e ngushtë e krahët. Këto mangët e lezetshme janë me kështu, po nuk është fare e rehatshme, kështu që nuk e di ku të ta vishja unë këtë. Sa pikë do japim? 5, nuk. Pse nuk pëlqen? E ke shumë të ngushtë. E pra, nuk e thua sigurisht. Këtu jakën e ka të rënë, besoj që edhe në foto e pash që mund ta mbash edhe kështu në një anë. Po pra, po kërkoj gjëra për ditë, ku do ta vesh këtë? Se di pse e kam porositur. Si grimë, nuk e. Domethënë, po pse 5, japim që më pa. 4, nuk e kalon klasën, as kjo. E po poshtë. Produkti tjetër, diçka e zezë. Bluzë, unë e di që në këtë hall kam porositur vetëm bluza, okay. Kjo është njësoj si bluza jeshile, por në ngjyrë të zezë dhe materiali kësaj, jo njësoj që ka. Kështu që ta provojmë edhe këtë, edhe ta shikojmë mos ndoshta e zeza më shkon më shumë, apo më shkon më shumë ngjyra, apo mbase rri më mirë kjo, se di. Ngjyra e zezë e të njëjtin model. Në trup të rrinë, po goxha jakë. Edhe nga mbrapa sri, domethënë gjithë këtu kështu në pala. Po pra rrin çik si e madhe këtu, domethënë. Të rri e madhe. Tani imagjino mos më bëj tani që e kam gjoksin nga gjithënia numër, nuk e di 2-3 numra më të mëdhenj. Kur të më iki gjoksi që do ndaloj Kiani së pyr gjoksi, nuk do më bëj fare, shikoni si është. Mbase është këshëri këshu. Po këshu, ku do ta vesh unë këtë? I vëm një 5 këtu. 4 fare, nuk kalon klasën. Është e bukur mbase për të dalë një herë për ndonjë restoran, ndonjë bar, se është kjo qafa e bukur dhe mund të vendosim një varse të lezetshme, po jo për ditë. Kështu që se di. Jo, nuk bën. Shëndrojmë tek ngjyra kafe. Kemi këtë bluzën, e cila është me kopsa këtu para, edhe është e thjeshtë, po vjen mbas trupit dhe në foto tek modelja duke shumë bukur. Di që gabimisht ka marrë 2 copë si kjo. Ja, ku është tjetra. Dhe është nga kjo firma Daisy. O, një qese është nga firma Daisy, një qese jo.
Ja ta shikoj një, mos ndoshta nuk është i njëjti material. Jo, i njëjti material është, kështu që kam përshtypje për çmimin që kishte, ishte diku te 5 ose 6 euro. Një nga këto do ta marri Sara. Pritë. Edhe Njësoj janë, kështu që po e provoj. Bluza tjetër. Super e thjesht do thoja unë. Ri bukur në trup, e ngjitur dhe mund ta kombinosh shumë mirë me fund ka edhe me pantallonka ose me pantallonka të gjëra. Ka këto kopsa të lezetshme këtu para që unë tani që ja për shembull Kiani G, mund t'i zbërthej edhe ta përdor edhe kur të dal jashtë. Mami, vazhdo. Ka shumë bukur. Parasis është bluza thjesht, unë do t'jap një Nat, edhe kjo si e parë, si tjetra, domethënë nuk është se ka ndonjë gjë wow, është shumë e bukur. Vetëm të rimi. Po, kam trupin unë. Shumë e bukur, kështu që një do t'ja jap Sarës se për çmimin që ka, është gjuna ta dërgojmë mbrapsht. Po. Edhe skipse provon, ja nisë. Skipse provon si sa janë. Ja, ky është fundi i gri. Tani nuk e di pse ai fundi beige ka ardhur 2 herë, mos e kam paraqetur edhe ato 2 herë. Nuk e di. Se ja, fundi gri që mendova unë të paraqisja është ky këtu. Më pëlqeu shumë ngjyra, është i njëjti model, po është gri. Kështu që besoj do ri shumë bukur, edhe unë nuk kam një fund gri, kështu që bajta mora këtë. Tani, ta shikojmë se si duket në trup. Nëse është vërtet i njëjti model, unë nuk e di si i kam porositur me ngjyrat. Kam porositur nga njëjti shitës ose nga njëjta pirë, nuk e di, por kjo këtu duket materiali shumë i mirë, është pak i holl, pra nuk është një material, çfarë i thon kësaj me mami, që janë pantallona. Pantallona çfarë material janë zakonisht? Kamosh. Terital. Terital e kisha fjalë. Nuk është terital 100%, sepse është një çik më i lëshuar, po afrohet shumë tek teritali. Le ta provojmë. Edhe fundi gri. Ha mami, si duket, çik i shkurtër, a? Ja, jo, nuk ka shumë. Shumë mirë. Se ti do vish geta. Është i derdhë dhe unë do vesh geta dhe unë do dobësoj edhe pak, kështu që mund ta ulim pak më poshtë. Shumë i bukur është. Shumë i lezetshëm. Palkat rrin shumë bukur, pra nuk është se është ai lloj materiali që duke qenë se ngrihet këthe mbrapa tek vithet të rrin palkat jo mirë. Domethënë palkat rrin të derdhura edhe shumë të njëtrajtshme. Kështu që mua më pëlqen, kjo ngjyra sidomos nuk e kisha, më pëlqen shumë. Sa pikë do t'i japim? 8. Pse 8? Materiali, s'është në kushë. S'është në një kushë di materiali, kështu që 8 nga 10 është shumë bukur. Po qa numër i bukur mua të shikoj. Po shtupi që. Ja, se më bën komplimente mami. Okej, shkojmë te produkti tjetër. As nuk e mbaj më fare, më se çfarë kam porositur. Okej. Jemi. Që ka një bluzkë. Fiet ka mbetur këtu nga qepja. Materiali është i plot. Po ama duket që është material pak i lirë do thoja, gjithsesi modeli më pëlqen shumë dhe besoj do ri shumë bukur në trup. Ose jo, nuk duket ky materiali që është i lirë, është vërtet i plot, kështu që më pëlqen. E më pëlqen edhe ky modeli këtu. Gjithsesi ti t'ju them që këtu nuk kemi asnjë lloj etikete, po kemi një etiketë të vogël këtu të qepur, por që duken që janë rroba të qepura nga Shein. Kam marrë masën extra small, se duke qenë që kjo është elastike dhe hapet. Kështu që shpresoj të duket bukur në trup, njësoj si të modelja në foto. Kjo është bluza beige. Mendoj që vishet kështu, edhe gjatësia është pra si tip kropi, jo shumë e gjatë, që mund të vishet besoj me funde të gjata, me belë të lartë, me pantallona me belë të lartë, për kundra si do na dilte barku. Ha mami. Ty të shkon shumë, edhe unë mendoj të nënda. Nanta, çfarë nuk të pëlqen që nuk i japim 10? Kjo gruka të rrinë më kështu, së rrinë që kështu. Po, është vetë modeli që rrianash. Po, atyre të rrinë shumë mirë. Të shumë mirë është, po gjithsesi nuk është se është diçka super që ta wow, se ndonjë gjë që për shembull të bie në sy dhe të thuash si kjo bluzë nuk kam parë. Bluzë e thjeshtë të rri shumë mirë. Bluzë e thjeshtë më rri mirë, kështu që 9. I japim 9 nga 10. Mirë, ma më pëlqen gjykimi jot. Po. O, flokët e mia, shi si janë vërtet ti kapim çik. Më në fund,
Pas kemi një produkt këtu, nga cila firmë nuk e di, që duket që është i plot. Është një fustan i cili qenë ka nga firma Avloria. Është si xhaket deri këtu poshtë dhe pastaj këtu poshtë i ka këto frulla të lëshuara. Duket që sikur është kostum fiks. Dhe më pëlqejnë shumë këto kopsat. Shpresoj të më bëj sepse nuk është elastik këtu, është, domethënë, goxha i plot edhe unë kam marrë masën extra small. Kështu që më pëlqen kjo jaka e priftit. Shpresoj të më bëj këto kopsat i pas kafall, sepse kam një zinxhir këtu mbrapa. Nuk e kapton. Do ta prish që tani pa e veshur. Ja. Dhe ky është fustani. Më duket se do ta mbyllim videon mirë. Fiks për trupi deri këtu dhe pastaj vjen i lirshëm poshtë. Shumë i bukur. Mua më pëlqen, nuk e di çfarë mendoni ju, po vetëm këto krahët mami më duket sikur janë pak të si të gjëra, apo? Jo, shumë jo. Neza, ai është material i fortë që do të thotë, po që se i kishte krahët shumë të ngushta nuk më hynin pastaj. Se nuk është elastik. Mund t'i përthyen pak, se më duken shumë të mëdha, edhe mbase kështu ngjajnë më bukur. Besoj që ky fustani do të të pëlqejë, është fiks stili që ti do që unë të vesh. Unë them, t'je vëmë 10. T'je vëmë 10 nga 10 që ta mbyllim mirë videon, se deri tani s'kemi vënë shumë 10. Shoka shumë. Okej. Kemi edhe një produkt tjetër, se thash të ta mbyllim videon, kam edhe një qese tjetër. Shumë i bukur është. Do ta vesh me një palë sandalka të lezetshme ose me një palë këpucë të larta, edhe voilà, shumë i bukur. Edhe nga barra të veshësh? Po. Ose edhe kështu ngjyrë argjenti siç janë këto kopsat, po unë s'kam ngjyrë argjenti, po mbase të bardha. Fiks. Vërtet? Piket ta ka. Po. Shikoni, kam mbajtur mami të gjitha këpucët, nuk më hedh asnjë gjë. Okej. Shkojmë te produkti i fundit. Dhe produkti i fundit nga kjo qesje. Besoj është vetëm një. Një xhaket. Më duket se është një xhaket. Shi. Që kam një rip kështu. Ja ta shikojmë xhaketin, që ka një xhaket fustan. Xhaket e gjatë. Dhe i lidhet ky ripi këtu. Ja ta provojmë. Materiali është terital, po pak i butë, pak elastik. Nuk është se të thoja terital shumë i trash, kështu që mendoj që mbase do ri edhe bukur mbas formave të trupit. Po e provoj dhe shpresoj shumë që ta mbyllim mirë këtë haul. Kjo është xhaketa. Okej, mami po më thoshte që më ri e madhe, po unë mendoj që kështu është modeli, është oversize dhe tani që vurëm këtë lule këtu, doli shumë bukur. Mua më pëlqen shumë dhe mund ta vesh se unë nuk kam geta tani, por mund ta vesh me diçka të zezë poshtë edhe pastaj të duket ky si fustan, si geta të trasha si streqe, ose pantallona të zeza ato që kisha unë. Edhe do duket shumë bukur. Mua më pëlqen se si duket dhe më pëlqen shumë me këtë trëndafilin këtu. Nuk e di çfarë pike do t'i japë mami, çfarë komentesh ke? Mua më pëlqen shumë, të shkon shumë, një 10. Dhe përpara shumë bukur, shumë bukur, edhe mbrapa, edhe çdo gjë. Shikoni, edhe duke qenë se i vendoset ky ripi, unë nuk kam vetëm recipetat poshtë dhe prapë nuk duket asgjë, po mund të vishni diçka poshtë që të jeni më rehat. Një si kanatiere të vogël, kanë base pantallonka të ngushta apo streqe, apo edhe geta të trasha dhe me një paltaka pastaj. Do ta mbaj këtë xhaketën dhe do ta vesh në një nga videot që kam filluar të bëj për shembull edhe në YouTube dhe në TikTok, po jo gati me mua për 30 ditë, edhe kjo këtu do jetë një nga veshjet. Jam shumë e sigurt që me një palë taka të lezetshme të zeza edhe me një palë geta të trasha të zeza do duket shumë bukur. Kështu, me këtë xhaketë do ta mbyllim edhe haulin e shinit. Këtë herë nuk jam 100% e kënaqur sepse bluzat më duken jo shumë të bukura.
fundet ishin okay, xhaketa ishte shumë e bukur dhe fustani ishte pashtu shumë i bukur. Kështu që do të them që gjithë holli ishte diku te 70% do ta them. 7 nga 10, nuk është se ishte holli më i mirë që kam bërë ndonjëherë. Si mendon ti, si ishin gjërat? Është vërtet. Pra, ato të trija shumë bukur, ato të tjera të shumë. 7%. Kështu, unë ja u thash mendimin tim të sinqert, nëse ju pëlqen diçka, si më ndel një mua dhe si duket në website, mund ta porosisni. Zakonisht mua më pëlqejnë rroba dhe produktet e Shein, jo gjithmonë, po e mira e website-it është që nëse nuk ju pëlqen diçka, mund ta kthesh pas një kosto ekstra dhe ju kthejnë direkt lekët në mënyrën se si i keni paguar. Pra, i keni paguar me bankë, do ju kthejnë lekët direkt në bankë. I keni paguar me PayPal, do ju kthejnë direkt në PayPal. Kështu që ky ishte holli, shpresoj ju ka pëlqyer, shihemi në videon tjetër. Ciao.